Dy efektiv policie kanë mbetur të plagosur gjatë një operacioni antidrog të zhvilluar mbrëmjen e së martës në Lumalas të Korçës. Ata kanë qenë në ndjekje të një automjeti që dyshohet se transportonte lëndë narkotike. Burime bëjmë në dije se drejtuesi i makinës Gjernart Laloti, pasi kishte lënë një sasi droge në një lokal në fshatin Lumalas, është nisur drejt Korçës. Në momentin që ka vënë re automjetin me dy agjentët e policisë, ai ka goditur qëllimisht makinën e tyre për t'i shpëtuar ndjekjes. Si pasojë e përplasjes, dy efektivët kanë mbetur të plagosur, ndërsa njëri prej tyre ndodhet në gjendje më të rëndë dhe është transportuar për mjekim më të specializuar në Tiranë. Burimet shtojnë se gjatë aratises autori ka hedhur në anë të rrugës edhe një sasi të vogël lëndë narkotike kokainë. Me njëherë pas ngjarjes, policia ka bërë të mundur arrestimin e Gjernart Lalotit, drejtuesi automjetit që përplasi efektivës, si dhe të Vangjel Dushkut, kamarierit të lokalit ku dyshohet se u dorëzuan të paktën 12 doza kokaine.